Mirë, jemi rikthyer në studio dhe po diskutonim se në fakt kur flitet për tema dhe çështje kaq delikate, ndjeshmëria është pa diskutim e lartë edhe përfshihemi duam përfshihemi edhe ne këtu në studio. Gertiana, sa i takon në fakti që duhen politika afatgjata, çfarë duhet apo çfarë mendon që duhet përmirësuar? Në raport me tregun e punës, pozitat e grave dhe tregu i punës. Veçanërisht në tregun e punës. Ajo që duhet mendojmë që sot për sot në Shqipëri në çështje numrash, gratë janë më shumë se burrat. Ka më shumë vajza dhe gra në numër se sa burrat dhe djemt, dhe çka do të thotë që edhe në tregun e punës supozohet dhe pretendohet që të ketë më shumë vajzat e gra, paktën në çështje numrash në krahasim me burrat dhe djemt. Tani, si po mendojmë për këtë shumicë tashmë jo më pakicë, që ndodhet në tregun e punës, por nuk ka një mbështetje të veçantë, sidomos për faktin që në ndryshim nga burrat dhe djemt, në rastin që vendos të bëhet nëntë, duhet marrë lejen e lindjes, kujdeset për fëmijën e çdo gjë tjetër më radh. Do ketë një shkëputje nga puna. Ndër të tjera, ajo çfarë po mendojmë se çfarë duam të bëjmë, plus lejes prindërore që është një plus që ka ndodhur në vitet e fundit, aftësia që edhe babai të marrë lejen, të marrë një pjesë të lejes patjetër. Që është një gjë plus, është një gjë e mirë që ndodhet në vende të tjera të Bashkimit Evropian dhe Shqipëria ka adoptuar. Çfarë po mendojmë tjetër përveç se kësaj, që të mbështesim së pari nënën dhe vajzën, e cila duhet të rikthehet në vendin e punës, se si po e bëjmë më të lehtë këtë tranzicionin nga leja lindjes në vendin e punës. Si po mbështetet brenda vendit të punës dhe cilat janë politikat e kompanive ose institucioneve për të mbështetur vetë nënat e reja që i kanë pjesë të stafit të tyre, pjesë të borderos të tyre. Sepse përveç se patjetër pagesës që bëhet nga skema sigurimi shoqërore në momentin që ato paguhen siç duhet dhe kur duhet, pjesa tjetër është rikthimi në vendin e punës. Dhe pretendohet dhe supozohet që duhet ketë patjetër nga vetë kompanitë ose nga vetë institucionet paketa lehtësuese për nënat e reja, në rast se ka nevojë të kthehen në shtëpi dhe të japin gjith fëmijës. Në rast se ka nevojë të kenë më pak orë pune, le të themi nga 8 orë mund të bëhet në 6 orë dhe orët e tjera të shpenzohen për të vajtur në shtëpi, për të kujdesur për fëmijën e tjera me radhë. Pra duhet mendojmë për nënat e reja. Por gjithmonë pra fakti që kërkesat të tilla konsiderohen si lukse. Për fat keq. Pra nëse një grua në momentin që sjell në jetë një fëmijë, nëse kërkon që të ketë të marrë minimum i gjës, të marrë fëmijën e saj në ambientin e punës, konsiderohet një gjë që nuk përtypet lehtësisht. Kujtoj një eurodeputete që ushqente me gjë koshnjën e saj në seancë. Pra, kujtoj po ashtu drejtuesen ekzekutive të Facebook në librin e saj që kishte në momentin që ishte shtatzën, kishte një vend të dedikuar parkimi. Pra, mund t'jenë edhe politika feministe dhe kur përzihen çështje të tilla, bëhet e vështirë të kuptohet se ku janë nevojat dhe ku shkojnë kërkesat që nuk justifikohen. Por çfarë ka të tepruar nëse kërkohen këto lehtësi dhe së paku nëse nuk mund të ofrohen në terma absolut, le të ofrohen në formë zgjedhje. Pra një gruaj që ka mundësi, le ta bëjë 8 orë të plot punën, por ama të jepet krahas saj edhe mundësia për një gruaj që ndoshta e ka të pamundur që qëndrojë 8 orë në vendin e punës të punojë me kohë të pjesshme, pa qenë e kërcënuar që mund të humbas vendin e saj. Pra, dhe këtë po mendoj, në këtë moment po mendoj, pra kjo është për të diskutuar ndore që ka nevojë të forcohen pak masat detyruese. Që do të thotë, një kompani nuk mund të ketë drejt të heqë një grua nga puna kur ajo është me leje lindje. Nuk mund të ketë drejt të ndryshojë kushtet e kontratës deri në një vit, po themi mbasi ajo është shtyr nga leja lindje, pra pozicionin e punës. Kushtet e tjera që janë detyruese. Sepse përsa ko ne i lëm evazive, pra në dorë të lirë që mund t'i bësh, nuk e kemi këtë lloj mbrojtje. Nuk e kemi këtë lloj mbrojtje. Praktikisht në ligj ekziston. Nuk lejohet kurse si që të hiqet dikush. Po, në ligj nuk lejohet kurse si të hiqet dikush nga leja e lindjes të hiqet nga puna. Nuk lejohet të hiqet nga puna dhe në rast se ndodh një heqje nga puna, atëherë duhet dëmshpërblimi i personit deri në 12 paga të mëparshme, patjetër që po, dhe kjo bëhet në gjykatë në momentin që të ndjek çështjen. Po ka dhe një mekanizëm të tillë që aplikohet për ta shmangur këtë punës. Të mos ndryshojnë kushtet e punës deri në një vit mbrapa. Ose vendi i punës gjithashtu. Pra, të flasim atë që është ndodh shumë shpesh që i largojnë nga një vendi në tjetër. Dhe unë besoj që ky mekanizmi që unë do them tani është ai që ndeshim, që shpesh kur ato kthehen nga leja e lindjes, ju thuhet që duhet japësh dorëheqjen sepse pra nuk bëjnë
pushime, por vetë e punësuar. Në këtë rast detyrohet të firmosi një shkres dorëheqjeje. Edhe kështu kompania çlirohet nga këto nga detyrimet. Nga detyrimet Në momentin që ti e firmos një letër dorëheqje, nuk ka asnjë lloj detyrimi edhe më për brap shkak të mungesës informacioni, se kjo vjen edhe nga mungesa informacioni. Pra unë do doja që të ishte ndonjë pikë pak më e fortë, që po themi brenda edhe një vit mbasi është kthyer nga puna, nuk mund të ridiskutohen kushtet e punës. Pra nëse ka qenë në, ajo nuk mund ndryshoj profilin, që ti kaloj po themi një ngarkesë tjetër. Kjo nuk është. Jemi tek pika që e shfrytëzojnë. Kemi një pjesë të grave që janë të informuar dhe e shfrytëzojnë këtë pikë, nuk mund të largosh mua nga puna kur unë jam me lejelindje. Por ama duhet shtojmë të klauzolën tjetër, e cila po ketë një lloj mburoje, mbrojtje, e mbron nga kjo lloj ngarkese, ty të bën presion me çfarë? Duke thënë që të shtoj punën. Se në moment që ty nuk të shton punën ti atë kushte, ti e po prap okay, domethënë është e vështirë ti të pranosh pastaj të japësh dorëheqjen sepse është buka e gojës, domethënë asnjë grua nuk e jep dorëheqjen kaq lehtë. Sepse është buka e gojës, por më tepër kur ke edhe një fëmijë në jetë, ti ke 2 fish apo 3 fish më shumë përgjegjësi për gjithë. Madje mendoj nuk ka stres më të madh se sa mos kesh ushqim për fëmijën. Po përgjegjësi kur e themi të tërë. Përgjegjësi edhe kosto, edhe faturë, kështu që por dua të sjell në vëmendje modelin që aplikon Gjermania, sepse ne dim si funksionon jashtë edhe se si i kanë adresuar çështje të tilla në mbrojtje të familjes, në mbrojtje të grave, etj. Dhe pak a shumë e dim përvojën e tyre dhe kur e vëm përballë përvojës tonë, e kuptojmë që ka një hendek të madh. Leja e lindjes edhe pagesa që ofrohet nga sigurimet shoqërore, kohë zgjatja nuk është një vit, siç është tek ne. 27 muaj në Gjermani. Që i bie 47 muaj, i bie gati 4 vjet. Ti ke të drejtë deri në 47 muaj. Unë e di 2 vite, por gjithsesi nëse është sipas kushteve specifike. Është akoma edhe më mirë. Dhe çfarë ndodh? Momentin që një grua pasi ka sjell në jetë fëmijën kthehet në vendin e punës, ajo mund të zgjedhë nëse do të punojë me kapacitet të plot, pra 100%, 80%, 70%, 60%, pra në bazë të mundësisë së saj për të përballuar vendin e punës. Pra, ka kaq shumë fleksibilitete. Në vërtet. Sa një grua nuk ka pse ndihet e rënduar apo në faj për faktin që ka sjell në jetë një fëmijë. Dhe kjo nuk është çështje feminizmi, se e trajtojmë. Po, ne diskutojmë akoma si feminizëm, është merr ta diskutojmë akoma si feminizëm këtë. Ndërkohë, shiko, është biologjike, psikologjike, e vërtetuar shkencërisht me çfarë lloj studimi që e tillë është se s'e ndryshojmë dot, nuk ka të bëjë fare me feminizëm. Dhe është realisht keqdashje kur do ta trajtosh si feminizëm këtë gjë. Pra po themi ka një, është keqdashje. Ti thua si feminizëm, është keqdashje. Është ta abuzosh pastaj thjesht me bazë gjinore, jo. Ajo lind. Shiko, nuk lindin gjithë. Të gjitha gratë nuk do donin të lindin, por një arsye dhe nuk lindin dot. Patjetër. Se ka kosto të tjera, sepse ka po themi edhe suport për çifte që nuk lindin dot, se me që erdhi tema janë politika të cilat janë ndërmarrë për procese in vitro e tjerë. Megjithatë, unë personalisht jam për pjesën e opsioneve. Unë jam kthyer aktualisht në punë, por më është dhënë mundësia që të punoj edhe nga shtëpia, pra pa qenë detyrimisht fizikisht atje. Duke qenë se jam mësuar gjithmonë që kam pasur një jetë shumë aktive, është diçka që në orar të shkurtuar, më të shkurtuar mund ta bëj, le të themi, por ka qenë opsioni. Është rast, le të themi, ndoshta izoluar apo rast sepse varet nga puna që zhvillon. Puna që unë zhvilloj ma jep mundësinë. Nuk përfaqëson shumicën, por jam për pjesën normalisht që të jenë opsionet në mënyrë të tillë që secila zonjë të zgjedhë. Po duke qenë se deri më sot janë bërë le të themi iniciativa të tipit që çdo biznes me një numër caktuar duhet të ketë mjekun e detyrueshëm, mendoj apo le të themi ambiente në cilat duhet të jenë dedikuar besimeve të caktuara fetare, mendoj që kjo është një mundësi, le të themi, opsion që mund t'i ofrohet edhe në anë të paktën në ato biznese të cilat kanë një numër të lartë të punësuarve, për shembull siç është sektori bankar, sektori fasonerist, të cilat le të themi janë kryesisht sektore në cilat numri më i lartë të punësuarve janë të gjinisë femërore. Pra këto le të themi mund të shihet me një vëmendje më të veçantë që t'i ofrohet le të themi mundësia dhe t'i krijojnë kushtet në sot ka pak biznese që ofrojnë këtë, pra kanë krijuar një kopësht ose një çerdhe pranë ambienteve të tyre që vajzat dhe gratë vlen fëmijët aty. Ndjeshmëria është një ndjekje dhe le të themi është një iniciativë mirë, por nuk është e përgjithshme, nuk është për të gjitha institucionet, nuk është për të gjitha kompanitë apo për të gjitha bizneset. Tregon që mund të bëhet, por duhet të ketë vullnetin për ta bërë. E vërtet. Dhe ndoshta për të mos mbajtur po themi vetëm të lehtësimet që mund t'i bëjnë gjinisë femërore, pra gruas dhe vajzës, ama kur një fëmijë vjen në jetë, në parim, në kushtet ideale vjen në jetë nga dy prindër, nga burr dhe grua, dhe pse jo, ose duhet të merret parasysh që në fund të vitit kur i bëhet vlerësimi i tatimit që këta kanë pasur gjatë gjithë vitit,
të bjen dakord çifti, se po themi cili ka pagën më të madhe aty të zbriten kostot e fëmijës dhe ja ku po themi burrat ndjeren mirë që do ju zbrit diçka nga taksa atyre në favor të fëmijëve. Po për të mos amaj, po se kemi nevojë ta shkrim pak, por që është e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme dhe kjo. Është shumë e rëndësishme. Nuk mund ta taksohet njësoj një beqar që ka zgjedhur apo një vajzë beqare që kanë zgjedhur të jetojnë në beqari, dhe dy prindër që zgjedhin për të sjellë një jetë fëmijë që investojnë sepse fëmia është investim për kombin. Patjetër. Ishte investim për gjithë shoqërinë. Duhet të ketë një rivlerësim në fund të vitit. Dhe këtu po prapë të ketë një dorë të lirë, sipas pagës, të ketë pastaj se cili është ai që shkon ndihma më e madhe për këtë familje të re. Por pse jo, edhe sa është marrë në konsiderat një gjë e tillë, pra duke lënë të kuptohet se kjo nuk është një politik diskriminuese, se mund të quhet edhe tillë kjo për të rinjt. Por sërish një rinj ka shumë përgjegjësi dhe ai postë sa që mund të ketë një familje që ka në ngarkim një fëmijë, dy fëmijë apo më shumë fëmijë. Sa është marrë në konsiderat ky aspekt për faktin që familja me më shumë se një fëmijë të ketë lehtësira në drejtim të taksimit? Atëherë, unë po i referojmë paktu edhe artimit të programit elektoral, po më shumë për faktin që kam qenë le themi pjesë e ekspertëve që kemi hartuar. Ne kemi parashikuar krijimin e Ministrisë së Familjes dhe Mirëqenies dhe krijimin le themi edhe të 40 qendrave të cilat do të jenë të shpërndara në gjithë Shqipërinë në mënyrë të tillë që të jepet mundësia dhe dikujt që jeton në zonë rurale apo të themi në zonë më të largët që të ketë mundësi të përfitojë. Fokusi kryesor do t'i dedikohet mirëqenies familjare dhe mbështetjes, sepse jemi të bindur që familja është shtylla kryesore si sociale, por edhe ekonomike, sepse një problem për shembull që po haset sot, që unë e shoh jo vetëm, ndoshta ne në Tiranë ndjejmë më pak sepse ku është e fokusuar gjithë popullsia, por nëse do e shohim në rrethina, po marr, le të themi apo në qarqe më të tjera, po marr qarkun e Beratit, por si Berati janë dhe shumë qarqe të tjera për shembull. Është shumë e vështirë të shohësh të rinj. Kanë mbetur, le themi, vetëm mosha mbi 55-60 vjeç. Tani problemi është që dhe nuk kanë mbetur njerëz, po ata që kanë mbetur ta që janë. Problemi fillon që nga konsumi edhe në këtë rast, sepse po nuk pati konsum, nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka edhe, le themi, ajo zonja e cila do ta bëj kursin apo po bën një kurs estetist apo kurs çfarë do. Po e hap dyqanin apo le themi parukerin apo estetikën. Nuk ka klient. Pra, ne duhet normalisht që të investohemi në problemin në bazë, të investohemi si të lindshmëritë, patjetër, por edhe të një kthim, le themi, i shqiptarëve të larguar, kryesisht të rinjve, sepse një problem kryesor që është jo vetëm në Shqipëri, po edhe në vendet e Bashkimit Evropian, është kriza e pensioneve. Por në vendet e Bashkimit Evropian, për shembull, duke qenë se janë më të njohur me këtë fenomen dhe nuk është se ka ardhur fenomen, nuk ka ndodhur si në Shqipëri, le të themi që në 3 vite shkon mosha mesatare e popullsisë nga 33 vjeç në 38 vjeç, pra ka qenë një fenomen i largimit të 1 milion shqiptarë dhe kryesisht kanë qenë të rinj. Janë investuar në investime, janë investuar, le të themi, në fonde private të pensionit. Në Shqipëri kjo gjë nuk ndodh pse? E pare punës sepse njerëzit nuk e kanë mundësinë për ta bërë këtë gjë. Nëse do ishte mundësia, unë e them, le të themi këtu edhe nga pozicionimi personal, por mendoj edhe shumë të tjerë. Madje nëse do ishte mundësia, unë do preferoja që ta paguaja pensionin, le të themi, në mënyrë private dhe kur të shkoja të përfitoja shërbimin, sepse në kushtet sot që jam, shumë analiza, shumë vizita jam detyruar të bëj privatisht, sepse ose nuk ekziston pajisja, apo nuk bëhet ajo analizë në shtetet e tjerë. Pra janë disa politika, por që duhet të ndiqen. Por për të arritur deri aty duhet ta luftojmë problemin në bazë. Dhe baza kush është? Është krijimi i kushteve të favorshme për çiftet e reja normalisht që të lindin fëmijë, nuk po martohen më. Ka vetëm divorce. Vitin e kaluar kanë qenë 5.000 divorce në gjithë Shqipërinë. Dhe rreth kësaj shifre, domethënë. Dhe ky është një problem i lartë social, nuk po martojnë më të rinj. Kush është arsyeja? Arsyeja kryesore është ekonomia, sepse ti nuk patë mirëqendjen tënde financiare, po nuk arritë dot të mbyllësh muajin vet. Si mund ta marrësh guximin që të krijosh një familje? Nuk lidhet vetëm me këtë, patjetër, por ekonomia është arsye kryesore. Mund të jetë një ndër arsyet. Unë mendoj që ekonomia është arsye kryesore, sepse normalisht krijimi i familjes ka dhe le themi dhe purja e fëmijëve në jetë, që është le themi bekim, është dashuri e gjithë tjerat, por normalisht ka kosto më të larta. Dhe ato është dhe çështja e besimit, se ka rënë besimi tek institucioni, në vetvete tek institucioni familjes. Po pse ka rënë besimi? Sepse nuk gjejnë zgjidhje. Dhe këtu fillon problemi, se shkon një herë për të marrë një shërbim, 2 herë, 3 herë, nuk e merr normalisht, tulet besimi. Dhe kur tulet besimi, ti as nuk investon më
në vënd. Pse? Se nuk kam besim për shembull që kjo gjë do bëhet. Dhe kjo ndikon patjetër drejt për së drejti edhe te investimet që bën individët, sepse nëse unë nuk kam besim tek një drejtimi caktuar apo tek një ardhme, normalisht nuk investohem. Pra është mbjell pasiguri edhe zhgënjim gjatë kësaj periudhe. Gertiana, se jemi në fund. Po, unë mendoj se më shumë se çdo gjë, çështja e mbështetjes së vajzave dhe grave nuk është një çështje individuale. Pra ne nuk po mbështesim individin këtë rast, po mbështesim një çështje që është jetësore. Më shumë se çdo gjë, ti po mbështet rritjen dhe mirëritjen në një brezi të ri, në këtë krizë të madhe punëtorësh që kemi dhe njerëzish që kemi, dhe në këtë rritje kaq të madhe që kemi të personave që në moshë pensionit në krahasim me personat që janë në punë. Sot për sot, le të themi skema e sigurimeve është në kolaps, sepse ka më shumë njerëz që janë në pension në krahasim me sa njerëz punojnë dhe kontribuojnë në skemën e sigurimeve. Ka një raport që është Ka një raport për këtë dhe ajo që duhet mendojmë është që kur i mbështesim vajzat dhe gratë, nuk po e bëjmë për feminizëm, nuk po e bëjmë se mbështesim vetëm individin se është vajza apo grua, po e bëjmë se po mbështesim jetën. Kështu që si të tillë ne duhet sigurohemi që jeta është në vazhdim dhe është gjithmonë lulëzim në Shqipëri dhe nuk është në rënje. Na duhet, patjetër na duhet. E para faleminderit për ftesën sot, se unë realisht e parë si një tryezë ku mund të flisim në rang apo në nivel ekspertize, dhe pse jo, me shpresën që dikush na dëgjoj, se duke qenë se kemi akses te po themi në nivelet politike, mund të jenë këto tryeza pikërisht për të çuar ato gjëra që i kanë harruar, i kanë anashkaluar, kanë thënë se dikush çon zërin, ja ka njerëz që po çojnë zërin. Unë e besoj shumë fort që duhet kemi vëmendje ndaj familjeve, dhe ndaj familjeve në tërësi, po kryesisht ndaj familjeve të reja, nëse duam të kemi një Shqipëri e cila vazhdon, e cila ka të ardhme dhe për ta përmbledhur, për mua me aq sa unë studioj njerëzimin, shoqërinë, zhvillimin e shoqërisë shqiptare, duhet të fusem në një kriter. Sa ndikon çdo politik tek mirëqenia e fëmijës? Çfarë do lloj politike? Edhe bërja një rrugë. Aty shënon disa indikatorë, thotë, po kjo rrugë që unë do bëj këtu, në 15 vjet e ardhshme, sa ndikon tek mirëqenia e fëmijëve? Po kjo politikë ekonomike, sa ndikon? Mos ketë lidhje fare direkt me mirëqenien e fëmijëve, ama çdo politik duhet ketë një kriter matës që është sa ndikon tek mirëqenia e fëmijëve dhe këtu ndoshta do kemi në 15 vjet e ardhshme diçka më të mirë për fëmijët shqiptar. Më të frytshme. Unë ju falenderoj. Faleminderit. Si që kisha në emision për të diskutuar mbi këtë çështje që në një farë mënyrë jo vetëm evidentuam se çfarë duhet adresuar, por paraqitëm edhe zgjidhje deri diku pra se si mund t'i qasemi këtyre problematikave që janë krijuar dhe krijohen shtresa edhe arrihet në këtë situatë që është e vështirë pastaj të japësh zgjidhje secilës prej tyre. Faleminderit edhe një herë tjetër, kënaqësi që ishit në studion e emisionit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbërritur në fund edhe për sot. Takimi i radhës është sërish të hënën në orën 16 deri atëherë mirupafshim.